Nga Spaku ishte i pranishëm në zbatim të masës së sigurisë, detyrim paraqitje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ironizoi deklaratën e kryeministrit Edi Rama për agjentët e BK-s, të cilët kishin shkuar në kryeministri. Ma patllakët vërteta nuk do kenë, se ne të merruan kryeministrin. Shkurjen e agjentëve të BK-s në kryeministri me patllake, Rama i të merruar e mbajti të fshehtë 20 e sa ditë dhe nxori të nesërmen e vendimit të irenave të kushtetuesës. Kjo i dha zemër Edi Ramës. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, u bë mburojje ministrave dhe Ramës. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, mbyllet absolutisht çdo mundësi e institucionit të hetimit të hetoj ministra. Pasi pariti gjykatën kushtetuese gjerë në tjegulla e bllokoi një mas të tillë. Para gazetarëve, Berisha tha se Dumani po e mbyll ciklin e tij në krye të prokurorisë së posaçme me faqe të zezë. Dumani e mbyll me faqe të zezë, me pasuri të fshehura. Ai bashkë me Irena Gjokën ka hyrë në galerinë e turpit të historisë së drejtësisë shqiptare. Kryedemokrati tha se në protestën kombëtare të 22 dhjetorit, qytetarët do japin përgjigjen e merituar qeverisë Rama.